planet e masave. Hetimore, patjetër. Po kjo Rasia Karamuça po shkot Rasi. Fatkeqësisht kjo, që është një njëti polic që qëllon dy ngjarje. Deklarat si ka qelluar, po unë s'di pse s'ka masë ky njeri, nuk e kuptoj dot. Pse është lënë detyrë? Normalisht kur ke një mas, minimalisht pezullohet. Ose lëviz nga detyra. Megjithatë, punë e tij, po pra, në momentin personi që i ka dhënë celularin, pra normalisht duhet të ishte masa e tij. Mund të jetë në timërorin e vet personit, nëse ky ka bërë detyrën aty, mos i hym tani të merren me gjëra tjera. Ama nëse zbulohet që ky nesër ose edhe të tjerë të grupit kanë qenë bashkëpunëtorë. Unë transferoj në detyrë në një pozicion tjetër. Është fende faze timore. Nëse për shkak të ngjarjes parë, po thoni, duhet të ishte transferuar. Çu kanë vepruar? Për shkak minimalisht. Ndoshta nuk ka vendim për ta posituar. Kjo ngjarje do nxjerr në skenë edhe transferoj në një detyrë tjetër. Ka qenë çmimin tënd, por nuk ke një detyrim. Po unë marr masat e mia. Unë marr masat e mia. Po si administrator ti merr masat, tu nuk e vërtet më këtu do shkosh ku diun. Po ka pozicione të cilat një pozicion paralel përfshin drejt për drejt me menadimin e shoqërimit të burgosur. Do shkosh te ai që ma, si thon, do ulesh te tavolina, do mbash letra. Po pra të regjistrimi takimit. Ky është rasti i dytë, ne kemi pasur dënime te e Tiranës. Shumë vite përpara. Po. Aratis Durda. Aratis nga dhoma, doli poshtë, në Tarac, zbriti në parkim dhe ajo është u larguar. Ishte njëta skem. Mo, po çfarë viti po flasim? Por nuk ishin në njëjtat kushte. 99-2000. Pra, për sa vite përpara, po flasim për 27 vite përpara. E përmend si rast që është ndjekur te njëjta skem. Dakor, apo një mirë, po kanë kaluar shumë vite pra. Unë duhet të flas me atë çka kam kaluar. Diçka duhet të kishim ndryshuar dhe ne. Ndryshe ikin vitet, po metodat e ngele. Unë kam bërë metodat e për të ikur po duhet sofistikuar. Unë në momentin që më është referuar për ta dërguar një të burgosur të rrezikshmërisë lart, po flasim. Jo ai që kthehet nga leja, edhe smuret e do ta çosh, ai nuk ikën më. Por kur janë me rrezikshëm të lart, unë bëj rikondicion të ambientit spitalor. Dhe unë kam refuzuar raste ku për rregullimin me stomatologun, kam refuzuar ta çoj tek ai tjetër. Dhe i kam thënë, duhet marrësh masa të gjesh një objekt i cili më krijon hapësira dhe mundësi për të garantuar siguri. Dhe ti nuk mund ta bësh të ndërhyrje atje. E ke bërë si drejtor? Po. Po prit. Përpara ca ditësh, e njëjta situatë ka ndodhur në burgun e Reçit të Shkodër. Po. Ku një personazh më i rrezikshëm se ky ka dashur të shkojë në spital. Grupi i shoqërimit ose më mirë drejtuesi i grupit shoqërimit ka thënë me kaq veta sa kam unë nuk e shoqëroj, nuk marr garanci të shoqëroj. I është propozuar masë disiplinore, pse se çon. Dhe tani është anulluar masën drejtorit të përgjithshme. Se kishin thënë do t'i vëmë masë se ky nuk zbaton urdhrin. Ai thotë nuk ka garanci ta çojmë, se ti ikën ai. Kjo është vizion pastaj. Po pra. Ky vizioni. Ktu ka probleme tani. Jo, ka probleme ku? Në analizën e riskut që ti bën. Çfarë profesion ky njeri, çka ka jashtë, kush e pret atje etj, ku janë godinat, a janë të sigurta, sa ke etj, rruga automobilistike, njoftimi policisë, dapi ky ai, janë shumë gjëra, nuk bëhet kështu. Po këta më duket se e kanë bërë hajde me kokë të vet. Palarm rrugë të lartë, edhe tani urdhosë ç'bë. Dhe në masa duhet kesh punonjës policie për të lënë nëse objekti ka dritare. Pavarësisht kate, 1 apo 2 apo 3 kate. Ti jashtë objektit duhet lësh në drejtim të dhomës duhet lësh një punonjës policie. Nëse transferohet për banjo, ti e transferon nëse ka dritare banjo, sepse ti ke sistem komunikimi. Unë nuk e di se sa ka funksionuar. Nëpërmjet sistemit komunikimit, filani objekti do të lëvizë nga pika A në pikën B, siç i kanë pikat ato, dhe ti e transferon pjesën e sigurisë në atë vend ku ke nevojë. Merren masa për të patur 2 persona të cilët do shoqërojnë, njëri e prangos në dorën e tij, pra njëri është i prangosur bashkë me të, tjetri është shoqërues dhe pjesa tjetër që merr masa për të bllokuar korridoret. Dhe për të kryer një shoqërim tillë, absolutisht duhen mbi 9 punonjës policie. Atëherë po ju pyes drejt për drejt të katërve. Mendoni me kaq sa shikoni që këtu nuk bëhet fjalë thjesht për gabim apo themi neglizhencë. Po bëhet fjalë për bashkëpunim? Tani, unë them tani është thyrje flagrante e rregullave të sigurisë. Është thyrje, deri tani jemi te thyrje e rregullave. Pastaj me hetimet në vazhdim do të shikojmë se çfarë do dalë. Që mos fillojmë të paragjykojmë që tani edhe ta mendojmë. Jo, e di pse i rënduar më shumë ata se sa vetë ngjarjet. E di pse e them këtë sepse këtu dalim me ta ideja, domethënë nuk e di forma e sa paguhen këta punonjësit e policë burgjeve. Këtu pastaj. Më shumë se policia. Janë në njëjtin kategori, por ka një se kanë pavarësi më shumë paguhen më shumë se policia. Po mund të paguhen më shumë, po nuk e di sa mund të jetë diferenca, është e papërfillshme në krahasim me atë. Por po, patjetër. Unë e kam ngritur zërin. E di pse dalin, se pastaj
këta çunat e Dubait që arratisën, këta nuk është se janë keq me lekët, a? Dhe pastaj dalim te ajo masa sa do ndëshkohem unë nëse unë institucionet Dubai. ë? Se s'janë më në Dubai. Pra pikën ata, e gjen rrugën prap, e gjen rrugën prap. Çunat e Dubait blen dhe gjithë burgun, por shteti ka mekanizma. Se po t'ja lësh në dorë atyre, ata e blen gjithë burgun. Se i kanë aq para për ta blerë edhe burgun. Por shteti ka mekanizma. Shteti ka sigurinë aty, ka SHKB-n, ka policinë e shtetit, ka drejtorinë e përgjithshme. Po këtu s'ka funksionuar asgjë. Atëherë ato sepse shiko çka kanë ndodhur, tu kanë ndodhur nëse jemi në këto kushte, në këto fakte, këto më mirë ta kishin nxjerrë ti kishin hap derën, se një lloj kanë akuzën. Po ja një sekond, se ju thoni funksionon. Aja ka për detyrë të njëftoj SHKB-n. Aja ka për detyrë të njëftoj drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Aja ka për detyrë edhe SHKB-n duhet ta njoftojë. Aja ka për detyrë të njoftojë policinë. Policia duhet vijë ke dera. Po se ka bërë pra as policinë. Pra si atëherë po ky nëse jemi këto kushte më mirë hapi derën e thuj dim. Pra dalin te mekanizmi, ka diçka që s'funksionon në këtë mekanizëm. Mekanizmi është i ka parashikuar rregullat shumë. Po nëse ai nuk e njofton? Qofse ka. Ne është përdorimi i detyrë. Kjo është bashkëpunim. Qofse si aprovon. Kjo është bashkëpunim, vjen keq, kjo është përdorim detyrë nuk është. Kjo nuk është se ka pas menin. Fillon pastaj dhe lidhet me ata të tjerët jashtë që e pres. Aty fillon bashkëpunim. Apo se çdo gjë është organizuar apo? Çdo gjë ata që e presin. Do shikohen celularët e këtyre, komunikimet, gjërat e tjera të qelizat ku kanë qenë me kanë qenë. Mirë menduar dhe mirë organizuar. Deri tani nuk kemi. Deri tani në këtë fazë. Deri tani jemi shpërdorim. Do të fillosh nga më e lehta deri tek më rënda, pastaj që mund të jetë bashkëpunim. Do të thotë për shpërdorim. Pastaj del një pjesë tjetër. Ikë shpërdorimi vazhdon me gjithë tjetër. Mirë, po kush ka nevojë, falë se nisa për ta thënë, ka nevojë që gjithë sistemi penitenciar duhet të rishikuar. Duhet parë ndryshimi i disa elementeve. Unë pa ta ngritur shqetësimin për dronët, shqyr zotit ka filluar sistemi dhe po menaxhohet dhe po futet sistemi antidron. Dhe duhet është i detyrueshëm, por duhet të freskohet personeli. Punojësit e burgjeve janë në një moshë shumë madhe. Mund të shkojmë te 50, te 60, por kjo bëhet duke justifikuar të rinjt që ti motivosh për t'i futur brenda sistemit, duke i motivuar, duke u krijuar kushte, duke u krijuar hapësira me qëllim që duke rritur pagat, se edhe kjo është. Po patjetër. Kështu që duhet patjetër të ndërhyet sepse do ta shkojë sistemin kolaps pastaj. Dhe vetë në studim të fundit dhe vetë Suedia kishte problem sistemin penitenciar. Madje së fundi ka hequr dhe kriterin e shtetësisë për punojësit e policisë që duan të bëjnë pjesë e policisë së burgjeve në Suedi, sepse ka mungesë, të rinjt nuk shkojnë, kërkojnë të huaj sepse ka një mungesë theksuar. Po është punë e vështirë, nuk është punë e lehtë. Patjetër, dhe vetë suedezët nuk pranojnë të shkojnë në këto. Kërkojnë tani ka hequr dhe kriterin e shtetësisë që zakonisht në institucione, se këto quhen institucione sigurie, nuk marrin pa shtetësi, tani vetë suedezët po të kesh leje qëndrimi të pranojnë dhe në edhe në Shqipëri po shihet fenomeni i rritjes moshës për shkak të vështirësisë për ta furnizuar me elemente të ri, kështu që patjetër duhet të rishikuar jo vetëm te burgjet, por ka edhe sisteme të tjera sigurie që duhet parë sa jemi në kohë me qëllim që mos krijohen hapësira. Përfitime, normalisht siç e ka gjithë bota, ke vështirësi të punosh në sistemet e sigurisë. Nuk është thjesht punojës policie që të përballesh me krimin, as punojës burgjesh, as punojës garde, plus se nuk kemi as Suedia, me thënë vërtetë, duhet ta pranojmë të por ama ti mund t'ja japësh, ta fusësh një kredit but që të pajisësh vit, mund ta fusësh një vështirësi në punë, mund t'ja japësh një shpërblim, një rrotë. Megjithatë unë them që krahas saj duhet mund t'i japësh mundësinë për një supermarket ti marrësh me çmime më të lira. Pra t'ja krijosh sa favorë. Nga ana tjetër kur krijon të favorë, nga ana tjetër duhet edhe të forcohen pak këto masat. Kanë vajtur vetëm ata që kanë dënime, ose që kanë masa. Ti e ke zgjedhur atë punë, dhe i di kushtet, i di pagat, i di trajtimet, sigurisht shpreson më shumë si gjithë. Jo, thash vitet, pra, punojësi, rritet mosha. Gjitha reformat kanë vite, edhe tani që flasim ne, trajnimet, reformat, kjo bashkëpunimi ndërkombëtar, asistenca e shumë prej këtyre, i citape, obdate e tjerë, modernizimi kësaj, asaj, po ndodhin shumë gjëra. Problemi është elementi siguri, që është shumë i rëndësishëm. Pra, ajo që tha Zoti Balla, ndërkohë që ka një ofertë shumë të madhe nga krimi organizuar, si i përballemi ne? E vërtetë. Ndërkohë regjia, lutem se sapo merrën fotot e makinës së arratisjes. Të djegur besoj? Jo. Unë duket se është qetën fushkruar. Audi A8. Po.
unë po ja çoj regjis tani, para se ta mbyllim këtë pjesë, ndoshta i ka marrë regjia foto dhe në fotot e Audit A8 ka dhe targën aty, që është AB700 RS, nuk e di nëse regjia, këto janë fotot e... Po, ja ku ke, këto janë fotot e makinës së Aratisjes së Altin Docit, një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i akuzuar s'pago për katër vrasje së fundit dhe për masakrën e Bradasheshit. Po pse po kërkon ta jetë Aratisej? Kjo më njëherë pas publicitetit.